Fushata elektorale ka nisur zyrtarisht, ndërsa misioni OSBE ODIHR ka zbarkuar në Tiranë prej ditësh, duke filluar dhe nga takimet me partitë politike dhe institucionet ligjzbatuese, me mision zgjedhjet e lira dhe të ndershme, si dhe ndëshkimin e çdo palitshmërie. Kreu i misionit, ambasadori Lamberto Zanier, ishte në krye të delegacionit OSBE ODIHR në takimin që ka zhvilluar në Prokurorinë e Përgjithshme me kreun e saj, Olsian Çela. Më pas, ai vijoi turin e misionit edhe një takim në zyrat e prokurorisë së posaçme SPAK. Ky takim vjen një muaj para zgjedhjeve parlamentare të 11 maj 2025 dhe vjen pikërisht në ditën e parë të fushatës zgjedhore. Objekti i takimit ishte njohja e përfaqësuesve të misionit me masat e marra nga Prokuroria e Përgjithshme në lidhje me hetimin e veprave penale në fushën e zgjedhjeve, si dhe mundësitë e mbështetjes së punës së misionit nga prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm, njoftoi Prokuroria e Përgjithshme. Mëtej, mësohet se në të gjithë prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm janë ngritur seksione të posaçme të përkohshme me në krye drejtuesit e prokurive, të cilët do të mbështeten dhe nga policia e shtetit me oficerët e policisë zyrtare, si dhe një forcë operacionale. Gjithashtu, do të koordinohet edhe me SPAK dhe KQZ-n. Edhe prokuroria e posaçme me në krye Altin Dumanin ka ngritur edhe një task force për krimin elektoral dhe po bashkëpunon me KQZ-n dhe Prokurorinë e Përgjithshme në bashkërendimin e punëve për mbarvajtjen e zgjedhjeve dhe ndëshkimin e palitshmërive, sidomos blerja e votës, duke kryer edhe përgjime.